Për shëndetje, TikToku, ritakojmë sërish me prezantimin e një mjeti tjetër për shitje. Sot kemi legjendën urbane të rrugëve Honda Sh, 125 kubik i vitit 2010. Është seria që vjen me frena me disk mbrapa, me frena me alkool. Pra, siç e dim, poshtë vitit 2010, të gjithë Honda Sh kanë qenë me frena me çepa mbrapa, një frenim shumë i dobët i Hondës, por këtë radhë me këtë model ka një ndryshim shumë drastik te pjesa e frenimit, është me diskofren. Ky është 125 kubik, është një motor që ju mund ta ngisni me patentën e makinës. Nëse keni bërë 21 vjeç, ky motor ngjitet me patentën e makinës. Shikojmë gjendjen e përgjithshme të mjetit, që është i pastër, është me goma Michelin, diskofrenat shumë të pastra, shërbimet i ka të gjitha të bëra, sistemi përpara me sa pash e ka komplet LED. Është në gjendje shumë të mirë. Ja pra, shikoni vetë, motori është shumë i pastër, është i ardhur nga Zvicra. Si motor dhe mbrapa me diskofren, goma Michelin, gjendja shumë e pastër, është me dogan të paguar, gjendja e përgjithshme, shikojmë edhe nga krau tjetër, është i pastër. Është një motor që mund ta merrni pa merak. Atëherë, ky motor vjen me çmimin për ju 1900 euro, e porosisë 1900 euro, ky motor bëhet i juaj që të evitoni trafikun. Është një motor tetë ekonomik, me një autonomi prej 3 litrash për 100 km, ndaj mos nguroni ta keni tuaj këtë motor si për punë, ashtu dhe për rrugët e kryeqytetit. Faleminderit.